Për të 7 vite radhazi, qyteti i Ersekës e mirëpret ditën e verës me një organizim të veçantë dhe plot gjallëri nga vetë banorët, nga qytetarët e zakonshëm te grupet artistike dhe ambisat kolonjare, të gjithë bëhen pjesë e festës, duke i dhënë sheshit një atmosferë tradicionale. Ambisat sjellin për vizitorët gatimet tipike të kësaj dite, duke e kthyer festën në një ekspozitë të shijeve të zonës. Sipas tyre, në tryezën e ditës së verës nuk mund të mungojnë kulaçi, vezët e zjera, veroret dhe ëmbëlsirat e ndryshme, të cilat përgatiten sipas traditës së vjetër të kolonjës. Shiko, për shembull, jam në një moshë tani që i kanë trashëguar të gjitha, domethënë ato të vjerave, të mamave, të gjitha. Fillimisht bëjnë verore. Sot të darkë bëjnë verore të bardhë, të kuq, me të bardhë, dhe i vëmë në përduar për vete fëmijëve, tek pragu i shtëpisë, marrim thana, dhe thane i vëmë. Pastaj misrat i kemi zjerë që në mëngjes, i bëjmë si atëre në natona me finjë. I lajmë, i pregatisim, pastaj bëjmë kulaç, bëjmë petanik me këmbë. Me këmbë, gato që kemi bërë pastërma, petanik, bëjmë kulaç, bëjmë vezë të kuqe, unë zakonisht të kuqe i bëj, ose me njërën e cajt, ose kështu. Të nesër në gjesë, qojmë i herët, i lesë për isha të shatë, qojësim, kush e kush ka komësit të qojmë për para dhe vinim në një qesëm, jo në obori, po diku aty, dhe vinim i laknim ata kulecit, edhe vezët, do me thënë ishte tradita që na kishin lënë, do me thënë të vjetrat, vjerat ose mamat tona. Dhe unë i bëj akoma. Ja shikoj si festohet me misra, me kulaç, me ato manushaqet, me ato luledelet, dhe të tërë të gëzuar. Zjej vezë, bëjmë kulaç, ëmbëlsira, gati me tjera, misra, grurë, vëmë lajthi, vezë, karamele, kështu portokale, mollë. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Kolonjë thekson se aktivitetet e organizuara për këtë fest sjellin gjallëri dhe atmosferë festive në sheshin Rilindja. Shiko, sa do traditë të kthejmë ne dhe sa do zhurmë këtë, gjithmonë do ke njerëz që do thonë këtu s'ka njerëz, megjithëse se çfarë jemi ne gjithë këta që jemi këtu sot, rrjetet virtuale. Dinë megjithatë, dita e verës në Kolonjë nuk është një festë që buron tani prej komercialitetit që kjo fest ka marrë prej kosh, po se një rit pagan i festuar në të shekuj që buron me dispërzire traditash të riteve fetare dhe pagane i lira. Uroj që shqiptarët kolonjarët të kenë qetësi, shëndet dhe begati. Dita e verës është festuar në mënyrë spontane edhe në qytete të tjera të juglindjes së vendit, si dhe në pjesën më të madhe të fshatrave të zonës.